Mirëmbrëma Kozeta, mirëmbrëma miq të Tatoki. Ja ku takohemi edhe një herë sonte për një super natë shumë të bukur. Se kështu kanë qenë të gjitha, që nga e para që nisi në datën 21 dhe një maraton fantastike që po e vazhdojmë unë edhe Noela, me kartolina pa fund të marra jo vetëm në Shkodër, por një reze gjeografike shumë të mira dhe të veçantë. Edhe kalojmë nga një personazh, teksa teleshikuesi futen në mendimin, ne menjëherë i sugjerojmë diçka tjetër dhe ka përcen mendimi nga një anë në anën tjetër. Dek, bukur fare. Më pëlqen shumë ky emision edhe jam dashuruar tepër me të. Tani, e hapim natën e sotme me diçka vërtet shumë interesante. Me filatelin. Me filatelin. Tani do thoni ju, çfarë do na thoni? Filatelia është të gjithë ata që janë të apasionuar pas koleksionimit të pullave. Për shembull, ata që janë në 50 vjeç, e kanë pasur modë që në 9 vjeçare. Dikur, po, mi grumbullonin. Po, që thash edhe moshën tani me këtë rast, ka kupton? Po nuk ka problem, po e di, se ka kuptuar, nuk i del matematika, ashtu se që duhet. Jo, nuk ju dalin fare. Ashtu dhe bravo. Ati që thua ti Noela dhe që po e thoja unë, bëj fjalë për pullat shqiptare. Pullat shqiptare ata njerëz që i koleksionojnë. Lorenz Kaçulini është një personazh që ne kemi pasur para disa viteve në emision në Arom Shkodër dhe unë një telefonat Lorenzit merr prap një ide shumë e bukur. A kemi ne pulla shqiptare që përkasin festave të fund vitit, Krishtlindjes apo vitit të ri? Vërtet, sa ide e bukur, s'më të shkuar ndonjëherë mendja deri këtu. A kemi ne pulla? Po si të duket ty kur them unë që s'kemi fare pulla shqiptare, as para 90-s dhe as pas viteve 90. S'ka me pulla shqiptare, s'ka fare. Unë mendoj se ti po tallesh me mua. Jo, me e kam shumë seriozisht. S'kemi pulla për vitin e ri? Se unë jam shumë i sigurt do thuash ti, po tani kë pyeti ti zotin Lorenz Kaçulini, po ka që 14 vjeç. Ai është shumë i apasionuar, shkon te posa dhe merr emision quhet gjithë pjesa ku vendosen pullat e sapo dala të reja dhe posta vetë din ekzistencën e këtyre filatelistëve të cilët shkojnë vazhdimisht dhe i kërkojnë dhe i bëjnë gati, ju e japin. Pra ky është një person shumë i rregullt që shkon në postë dhe i merr sa herë që ka prodhime të reja. Sa interesante. Para 90-s, pas 90-s as një pull shqiptare? Shumë e çuditshme dhe për të ardhur keq për ta. Po pra, po nuk u ktheva bosh. Çfarë more? Ishin disa. Jo me aty i lash se kishte koleksion. Çfarë more me video? Me video. Po me filmim mi vajz. Po shëmbull mo, do të tregoj për një ishull kaq të izoluar me 250 banor, që nëse ti disponon ndonjë pull të atij ishulli, ti fiton 10.000 euro. Vetëm për një pull. Kaq të rralla ishin për atë ishull. Lorenz Kaçulini, të përshëndesim të nga studioja. Faleminderit more zotni që na e bëre të qartë për ne, për gjithë teleshikuesit që pas kemi edhe pulla kaq të kushtueshme, po është një informacion shumë i plot që jep zoti Lorenz. Ndjekim reportazhin. Dëshira juaj si koleksionisti i pullave? Si koleksion kam fillu që në moshën 14 vjeçare, kam pas kojshi filatelistë e mirënjohën Kolgjinaj, i cili më futi në filateli, që atëherë fillova domethënë me nga posta shqiptare u regjistrova dhe fillova me marr koleksionet, emisionet e pullave që nxjerrte posta deri domethënë ka 50-60 vjet që merrem me këtë dhe pothuajse koleksionin e shqiptarëve e kam të plot, si me pulla, si me bloqe, si me FDC, që janë zarfat e ditës parë të prodhimin. Gjithashtu kam pasur një korrespondencë me një mik tem në Angli, i cili edhe ai kam shkëmbyer me të, pas viteve 90. Në fillim në kohën e periudhës komunizmit, unë kam pasur korrespondencë me një bolivian që më dha Kolgjinaj atëherë, i cili kishte shumë dëshirë për pullat shqiptare dhe më shkruante një nga letrat e tij që unë kam një vajzë thotë atëherë 16 vjeçe, unë isha 14, edhe emri i saj është Albania. Ai ka vdek tash se ishte i vjetër, edhe kam vazhduar me atë gjatë periudhës komunizmit, në çotit bolivist, Amerikës Latine etj. Unë i qosha një seri të pullave shqiptare. Është një përllogaritje sa shkon koleksioni, sa pulla mund të kesh gjithsej me prapërsi?
Unë nuk e di si numër, sepse pullat nuk vlerësohen me numrin e tyne, më kupton? Janë emisione, por nuk i kam numëru, por nuk di që më të thënë, i kam që nga 1913 me zarfin e parë, që ka dalë domethënë, me emisionin e tretë, pastaj më 4-6 emisionet e para të qeverisë Ismail Qemalit, ku ministër i postave ishte Lefnosi, dhe më kam vazhdu gjatë kohës partisë edhe mas demokracisë, domethënë edhe vazhdoj edhe tash në post sëri që dalin, jo më pak se. Po, ka në post ende që dalin, domethënë, sepse njerëzit nuk paraqojnë më letra, po vetëm dokumente kur çojnë. Letrat, po filatelistat i marrin, posta nxjerr. Pra, posta e ka pullën. Posta e ka pullën për nxjerr pullën, nxjerr edhe zarfin e ditës parë që quhet FTC për stakeholder. Edhe vazhdimisht nxjerrin, por pak të kufizume janë tash. Ka ato përdorime e dikurshëm dhe interese e dikurshëm. Ja, nuk e ka atë përdorime, ashtu është e vërtet, domethënë atëherë delshin 2-13 seri në vit, delshin edhe më shumë. Nëse tani sa seri dalin në vit? Tash dalin 4-5, nuk dalin mend. Ne kemi ardhur sot këtu me një kërkesë specifike. Do donim të shikonim nëse ju dispononi ndonjë pullë shqiptare që i përket të Krishtlindjes apo vitit të ri. A ke? Fatkeqësisht, jo se unë nuk kam, po posta shqiptare asnjëherë nuk kanë nxjerr emisione filatelike për Krishtlindjet edhe për vitin e ri. As periudhën e Zogut, as periudhën e komunizmit jo, e kupton? Edhe për çudi këto 35 vjet që kanë dalë emisione të ndryshme, asnjë emision nuk ka pas domethënë tematikën Krishtlindjet edhe vitin e ri. Kështu që pulla shqiptare për Krishtlindjen edhe për vitin e ri nuk janë, nuk ka. Pra kur s'ka masun. Por të huja ka, domethënë. Do kemi mundësi që në koleksionin tuaj të shikojmë, të shohim kurreshtin. Ne sipas kemi pasur dhe po na vjen shumë keq, por nëse bota ka pasur, çfarë dispononi ju prej tyre? Po, siç ju thash, unë kam pasur korrespondencë me filatelike me një mik angles, pa të ftuar në Angli, pa thënë gati një muaj. Ai më çote vazhdimisht, më ka çu pulla të Mbretërisë Bashkuar edhe të kolonive, ish kolonive britanike. Aty unë nga koleksioni im që i kam domethënë për pullat e jashtme të huaja, kam gjetë disa emisione të cilat ishin të dedikuar për apasafat për Krishtlindjet. Kam gjetë një 5 emisione të Mbretërisë Bashkuar, edhe një 5 tjera të ishujve, janë pak interesante ato ishuj të vegjël që bajnë pjesë domethënë në Mbretërinë e Bashkuar, ndonjë që edhe ka fituar pavarësinë, që të po i shohim me radhë. Dhe po i paraqes këtu, domethënë. Po, me shumë kënaqësi do i ndjekim, duke filluar nga e para është? E para është Christmas Angels, domethënë Angjëllet e Krishtlindjeve. Është një seri prej 5 pullash, janë në stilin modern, të paraqitura këtu, edhe ka dhe vitin 1998. Christmas Cockers. Në Shqip nuk përkthehet, po është një traditë britanike e Krishtlindjeve kjo. Kuptimi në Shqip është kapsole ose tubza, fejsash, janë objekte dekorative prej letre, duken si karamelet mëdha, hapen duke i tërhequr nga 2 persona, bëjnë një zë krak. Brenda kanë një kapele letër, një shaka ose një lodër. Pra, nuk janë ushqim dhe nuk janë fishek zjarre, por një element tradicional argëtues në darkën e Krishtlindjeve në Britani dhe në vendet e anglisht folse. Kjo seri është prej 5 pullash. Edhe është i përket Mbretërisë Bashkuar, domethënë emision që ka dalë nga vitin që ka është 1997. Tjetra është Christmas Robins. Zosh Robin të Krishtlindjeve, ose quhet zakonisht robinët e Krishtlindjeve, është një zog i vogël i kuqës. Kuptimi i plot është kuquset e Krishtlindjeve. Pse lidhet me Krishtlindjet kjo tash? Në kulturën britanike, robinët janë simbol tradicional i Krishtlindjeve dhe shfaqen shpesh në kartolina festive, në dekorime, në libra dhe këngë. Kjo lidhet me besëtni dhe histori të vjetra, ku robinët shihen si zogj miqësor dhe shenjë gëzimi dimëror. Po kënaqemi edhe me informacionin. Faleminderit. Shumë bukur, bravo. Emisioni ja sqarojmë se njerëzit e lidhin fjalën emision me emisione televizive. Jo, emision ne quajmë kur del emisioni i pullave, emision filatelik. Seri. Po, seri, dakor. Kjo është një seri prej 5 pullash, e vitit 1994, shkon të Christmas 1994, që ka dalë, domethënë ka pamje të ndryshme këtu, 5 pullat kanë pamje të ndryshme,
të Krishtlindjeve. Viti i kësaj? Viti i kësaj është 1994. Dhe fundit britanike që kam gjetur është edhe kjo, Christmas, kjo është e vitit 1996, edhe kjo me 5 pulla të ndryshme, me pamje të ndryshme, me rastin e festave të Krishtlindjeve, pra ka dalë një seri me rastin e Krishtlindjeve nga Britania e Madhe. Tash përveç këtyne, unë kam gjetë edhe disa seri të tjera, si është kjo për shembull e Australisë. Christmas 1986. Një seri shumë e bukur e Australisë, e cila ka dalë me rastin e Krishtlindjeve, thash edhe vitin 1986. Australia bën pjesë në Commonwealthin Britanik. Pra janë shtetet si Kanadaja, Australia që bën pjesë në Commonwealthin Britanik, këto si kryetar shteti kanë mbretëreshin ose mbretin e Anglisë, kurse qeveritë kanë tyne, pastaj janë shtetet pavarura apo. Pulla për Krishtlindje të disha ishujve, si është ishulli Niue, ishulli është një ishull në oqeanin paqësor jugor, është pjesë e Zelandës së Re, ka i sipërfaqe 260 km2 dhe i popullsi prej 2100 banorësh, edhe kanë nxjerrë këto, kam gjetë një seri. Shumë të ralla, këto shumë veçante. 60 cent plus 5 cent, thotë këtu, nuk e di, është. Okej. Dhe kjo është ma... Shumë interesante. Po, të njëjtit ishull. Thash ishull Niue është pjesë e Zelandës së Re, në oqeanin paqësor, me i popullsi prej 2100 banorësh. Po. Përveç kësaj, kam gjetë edhe 2 seri të ishullit Bahamas. Bahamasi janë 2 bloqe, ky është i pari. Bahamasi në vitin deri në 1972 nga kanë pjesë e kolonie Britanisë, ka fitu pavarësinë. Ishu u zbulu nga Kristofor Kolombi, domethënë atëherë ishu për herë të parë. Në 73-shin u shpalli pavarur, ban pjesë në Commonwealthin Britanik. Gjendet midis Floridës dhe Kubës, të gjuhë i Meksikës jashtë, Kubës. Ka i sipërfaqe prej 14.000 km2 dhe popullsi prej 413.000 banorësh. Është shteti i pavarur, edhe kanë nxjerrë këtë seri, domethënë këtë blok, më mirë me thënë, ta blok quhet ky, të vitit 1974. Wow, asa kur linda unë pas kam. Ashtu. Po kështu ka edhe një blok tjetër, po Bahamasi, në 1972-shin, pak më i vjetër ky, po me rastin e Krishtlindjeve, edhe kjo është shkruar Christmas, edhe Bahamas, thash shteti i pavarur sot, që gjendet në gjuhën e Meksikës, midis Floridës edhe Kubës. Edhe e fundit që kam gjetë, që është edhe më interesante, Tristan da Cunha. Ky është një blok me 9 pulla, me pamje të ndryshme, të vitit 1980. Ky është ishull me sipërfaqe 201 km2 dhe me popullsi rreth 250 banor. Një ishull shumë i vogël, është ishulli më në fund botës, si me thënë, apo thënë jug të Afrikës, domethënë. Pjesë e territorit Britanisë Madhe, disa detaje thash, pranohet në oqeanin Atlantik Jugor, konsiderohet ishull më i izoluar banuar në botë. Nuk ka shteti pavarur, thash, domethënë ka administratë lokale, por varet nga Britania e Madhe. Ka marrë emrin nga lundërtari portugez Tristan da Cunha, që e ka zbuluar për herë të parë. Banorët vinë nga vetëm 7 familje fillestare këtu, nga britanike, skoceze, holandeze, italiane, afrikane. Dhe për këtë arsye komuniteti është shumë i lidhur. Nuk ka aeroport, arrihet vetëm me anije, udhëtimi zgjat 5-7 ditë nga Afrika e Jugut, anije vjen vetëm disa herë në vit. Ndër burimet kryesore të ekonomisë janë edhe koleksionet, pullat postare, shumë të kërkuara nga koleksionistët. Kjo lidhet edhe me interesin për pullat që kanë. Këtu, sidomos, kjo është ishull vulkanik. Në vitin 1961 shpërtheu vulkani, banorët u evakuan në Britani, u kthyn pas disa vitesh se nuk donin të largohesh nga ishulli. Për këtë arsye, domethënë, këto pulla janë shumë të rralla se një pjesë u damtune atëherë kur u shpërthye ajo. Para vitit 1952, ishulli nuk kishte pullat veta, përdorte pullat britanike, angleze, domethënë. Ku në letra shënoi me Tristan da Cunha ose pa pagesë postare atë këto zarfa sot janë jashtëzakonisht të rrallë, edhe kanë vlera që shkojnë deri 1000 sterlina, që domethënë
që nuk gjimen. Kurse pullat e reja, si është kjo, më shkojnë deri 20-30 sterlina. Dë vjetrat shkojnë 50 dhe 300 euro, zarfet e qarkulluara para 52-shit dhe gjatë vitit 61 që u nolli shpërtimeve, mund të shkojnë në qindra apo mijëra euro. Janë shumë të dëshirume se bashkojnë izolimin ekstrem, histori njerëzore, bukurit natyrore, prodhimin e kufizum të tyne. Një pull nga Tristan da Cunha thotë është si të kesh një cop nga vendi më i largët i banuar në botë. Wow. Kaq kisha unë për këto emisioni. Unë të përgëzoj shumë, Bobo, sa nga ke habitur edhe me përshkrimin e tyre. Unë uroj që të bëhet ndonjëherë në një emision për pullat, sepse rolin e gazetarit e bëni mjaft mirë. Shumë faleminderit për intervistën. Shumë një uri për të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen për shumë vjet Krishtlindjen edhe vitin e ri gjithë shqiptarëve brenda vendit edhe jashtë kudo që janë. Faleminderit shumë, gëzuar dhe ju. Faleminderit. Shumë vjet bashkë. Shumë bukur. Bukur. Shumë interesant. Vërtet një informacion shumë i vlefshëm edhe shumë nuk e kishim dëgjuar ndonjëherë, informacion që nuk dëgjohet shumë shpesh. Vërtet të përgëzoj për këtë insert kaq të bukur. Tani, ku do të çoj unë tani? Me filmim sigurisht. Mua tani do më pëlqen në Spanjë, më çon dotja këtë moment në Spanjë do doja unë të shkoja. Nuk të çoj në Spanjë. Jo në Spanjë? Jo. Do të çoj tek pema më e famshme në të gjithë botën, pema Rockefeller. Kemi një vajzë atje, një vajzë shkodrane, po tepër të talentuar, po vërtet shumë e zonja, të cilën unë e përshëndes shumë fort, e cila përmes këtij urimi ka dashur të na urojë të gjithëve festat. Claudia Naseraj, të përshëndesim. Okay, perfect. Claudiana është një vajzë fantastike, e cila bën jetë ndarë midis 4 shteteve. E vërtet. Është një bela nga njerë duket sigur, ua, sa qef, u thonë në 4 shtete, në fakt është puna e tillë. Që e detyron atë tek kompania ku punon që të jetë një herësh në 4 vende në intervale kohore 3 muaj, 1 muaj, 4 muaj etj. E vërtet, jo më kohë thash është shumë e zonja. Fantastike. Por më tepër është edhe prezantuese disa herë e sofrës Dukagjinit, që realizohet bile këto ditë. Më duket ka dhe datën do tjetë edhe ajo prezentuese. Ne do t'jemi me një tjetër kartolin, me një tjetër vajzë shumë të talentuar që ka Shkodra, e cila së fundmi ka nxjerrë edhe këngën e saj të parë në treg dhe vërtet një këngë e cila ka bërë një bujtë madhe, ka pasur një impakt shumë pozitiv te të gjithë njerëzit dhe është pëlqyer edhe është dëgjuar jashtëzakonisht shumë. Bëhet fjalë për Feti Peraj, e cila na uron kështu festat e fundvitit. Të toki më shvendosur në një tjetër ambient, tepër të ngrohtë, me një këngëtare tepër të talentuar dhe një mike shumë e mirë e TV1 Channel. Feti Peraj, përshëndetje dashur. Përshëndetje, mersi ju gjeta. Do të bëjmë bashkë një rezume për vitin 2025, se si ishte viti, se cilat ishin gjërat më të bukura të saj, nëse unë kërkoj ta përshkruajmë vitin 2025 me një emër, me një fjalë, cila do të ishte ajo? Do është ta mund të quaj ndjenjat e mia, ashtu si edhe kënga. Edhe kënga, po, në fakt, sepse një mix ndjenjash të thënë të drejtën. Normalisht si çdo vit ka ato momentet e bukura, ka ato momentet më të vështira, por që u mbyll mirë, kjo ka rëndësi. Si të mbaj mend. Absolutisht, po, dhe unë mendoj, kam të drejtë kur them që gjëja më e bukur e këtij viti ishte kënga e parë? Po, mendoj që po, kjo është një ndër ato realizimet e këtij vitit ose dhurata e këtij vitit për mua, mund ta quaj kështu. Edhe një këngë realizuar tepër mirë. A këndojmë pak? Sa pak? Në rregull. Me ndjenjat të mia lujte, sa shumë ti ke hyrë gjylla, krejt që mbale mu,
Ta në një dit ke mejla, sa shumë kam prit, veç me marrë një përqafim, as njes më vlesove, se ke pa ti, shpirtin ti. Shumë e bukur është kënga, tepër i bukur është zëri yt. Çfarë tjetër ka pasur viti 2025? Për mua ka pasur një rikthim në muzikë, sepse kisha një periudhë një vjeçare të cilat nuk po angazhohesha, në fakt një vendosje ime ajo, dhe ishte një rikthim i bukur, sepse më pas u lançua edhe kënga. Gjithashtu edhe puna të cilat po organizoj disa gjëra të tjera rreth artit gjithmonë. Pra mbetesh vetëm tek fusha e artit, nuk i largohesh dot artit. Pse? Sepse mendoj kjo është ajo për të cilët ndoshta mund ta quaj kam lindur. Kjo është ajo që bëj më mirë në fund të fundit. Dhe mirë bën që nuk i largohesh artit, sepse e bën mirë, ashtu siç ti e the, është diçka që të vjen natyrshëm dhe kur e bën mirë diçka nuk duhesh me asnjëherë ti largohesh kësaj gjëje. A ka pasur pendesa viti 2025? Mendoj se çdo lloj gjëje të ndodh për një arsye. Unë jam person të cilët mundojmë të marrë më të mirën e mundshme çfarëdo lloj situate apo ngjarjet. Nuk duhet ta mbaj mendjen aty për diçka. Mendoj që çdo gjë ndodh për të mirën tonë. Kështu që. A ka pasur miq të rinj ky vit? Po, patjetër, sepse ne jemi në jetë, në aktivitete, në lidhje me punën, tek universiteti, kudo që shkojmë, hasim me njerëz të rinj, që patjetër që ka pasur miq të rinj edhe këtë vit. A ka pasur aventura? Dhe nëse po cilat? Më shumë ka pasur punë të drejtë. Aventura mund ta quaj pjesën e xhimeve të klipit. Kam një aventurë e bukur. Po, mund ta quaj një aventurë e bukur. Pjesa tjetër është më shumë punë. A ka pasur udhëtime? Edhe a ke parë vende të cilat të kanë lënë mbresa edhe i ke shtuar në atë kalendarin e udhëtimeve me shumë dëshirë? Jo dhe aq, por kemi pasur një në verë, të cilët më kanë mbetur në mendje. Kemi qenë me kushëriet dhe me motra dhe normalisht kur je me të afërmit e tu që ndihesh mirë, kalon edhe bukur. Kemi qenë në Maltezi, ndoshta jo shumë larg, por që kanë mbetur në mendje, kemi kaluar mirë. Kjo është gjëja më e rëndësishme, jo edhe aq vendi, por personat me të cilët ti je, edhe po atmosfera dhe kujtimet që ti kalon. Cilat janë disa nga pasionet e tua tjera përveç këngës sigurisht? Po. Mua ka pëlqyer edhe kërcimi, kur kam qenë e vogël, kam marrë pjesë në aktivitetet e shkollës. Dhe tani së fundmi edhe shkrimi, paktën të këto e gjej veten më shumë. A ke plane për 2026-ën, pra disa piketa që i ke vendosur vetes? Po, mendoj që të përfundoj disa shkrimeve të mia, pse jo, që t'i kem të ruajtura dhe të jenë edhe të butuar në formën një libri, pse jo. Do të kemi një libër të ri, wow, Feti, nga kënga tek libri, tek kërcimi, vërtet gjendesh gjithmonë mirë tek fusha e artit. Unë jam jashtëzakonisht shumë e lumtur për ty, të uroj vërtet shumë suksese. E ke bërë listën e vitit 2026 me gjëra që do të realizosh? Për këtë vit akoma, ka disa vite që në fund të dhjetorit i rreshtoj dhe i bëj disa plane, pastaj ka raste edhe që mund bën më përpara, mund bën edhe më vonë, por janë disa pikë qëllime që çdo person i ka. Kam filluar të bëj, por normalisht do i bëj. Të mundohemi pse jo të realizojmë atë. Patjetër. Po bilancin e 2025, ose ke bërë ende, po ka edhe ca ditë. Edhe ca ditë. Ja lejojmë vetes të luksin, të mos merremi me pasqyrën me veten. Një urim për vitin 2026 për të gjithë miqtë e Tokim. Shpresoj që të jetë një vit sa më i mbar. Ju uroj fillimisht shëndet sepse kjo është më e rëndësishmja dhe paqe sa më shumë dashuri dhe mbarësi në familjet e juaja. Faleminderit shumë Feti, suksese njëra pas tjetrës të uroj edhe unë, edhe qofsh gjithmonë e lumtur dhe gëzuar me atë çka bën. Ju falenderoj shumë, faleminderit. Sa bukur Feti, vërtet na ka gëzuar edhe na ka lumturuar me këtë urim edhe me zërin e saj vërtet mrekullueshëm. Dhe do të udhtojmë nga Shkodra. Ku do të shkojmë? Do marrim avionin. Jam gati. Me që ti nuk më çove në Spanjë, unë do shkoj në Itali. Wow. Në fakt, mori një ftesë shumë të bukur. Mori një ftesë shumë të bukur nga malsorët e Malësisë Madhe në Itali, që janë emigrant prej shumë vitesh, nga zoti Gjergj Pjetër Ndrejaj, i cili organizoi së bashku me bashortën e tij Gjada. Bashortja e tij ishte italiane, u befasova, po kishin një harmoni fantastike.
Ajo kishte mësuar të gjitha traditat shqiptare. A kishte mësuar të fliste shqip? Disa përpjekje të vogla, por ende jo. Po mirë që ka mësuar traditat. Megjithatë, të gjitha traditat dhe më bëri shumë përshtypje kjo gjë. Si çift kanë marrë përsipër organizimin për herë të parë të sofrës së Malësisë në varrezet e Italisë dhe sofra e parë e Malësisë e organizuar në Itali. Sa bukur, një iniciativë e madhe në fakt. Pastaj Italia këtu është, ne morëm avionin, shkuam në datën 14, u kthyem në datën 15. Kaq pak qëndruam? Po kaq pak qëndruam sepse angazhimet e emisionit janë të shumta. Vetëm të thoja i bënojla të gjitha. E thoja dot unë? Jo, nuk e thoja. Do të vija të ndihmoj Noela, nuk e thoja dot. Megjithatë le të japim një përmbledhje të sofrës për këshërinë të gjitha atyre që duan të dinë se si organizohen sofrat nga emigrantët kur ata ndodhen larg atë dheut. Ndjekim materialin. Mbrëma dhe mirë se u bashkuam në sofrën e Malësisë. Sofrë e cila organizohet për herë të parë, jo vetëm në Varese, por dhe në Itali. Unë do ta quaj një ngjarje shumë të rëndësishme sepse nuk është gjë e thjeshtë të organizohen aktivitete të këtyre përmasave. Para së gjitha do vullnet, do dëshirë, po do edhe unitetin tuaj. Vetë fjala sofra e Malësisë është një gjë shumë e madhe. Sofrën e Malësisë nuk është e emja, po është e secilit prej jush që jeni këto, vend vogël, kena ba sofrën e madhe. Kështu që unë falenderoj nga zemra, e sot kam kuptu se leku para kësaj sofre nuk është asnjë gjë. Por shoqëria e mirë ban me ba një gjë kaq bujare, kaq të madhe, siç është sofra e Malësisë. Gjesh tjetër ngriaj. Është lodhur mjaft.
them që në fillim, para se të fillonte sofra e Malësisë, që Gjergji ka pasur një bashkëpunëtore shumë të aftë, krau i djathtë i tij. Dhe është Gjada, ai nuk e fsheu faktin që bashortja është italiane, por që i ka mësuar traditat e bukura shqiptare. E përshëndesim Gjadën, e përgëzojmë për punën shumë të mirë. Ai pëlqeu sofra, dua ditë Gjadën, bëjë e kënaqur nga angazhimi i saj. La sofra malsisa po io. Ah, bellissimo, bellissimo. Una bella esperienza. Buco, shumë buco. Quale cose ti hanno piaciuto di più? Tutto. Tutto. Sot e pash që angazhoj me fëmijët e vegjël. Po tash. Më pëlqen se është nënë e përkushtuar. Edhe të ndihmon, edhe nënë e shkëlqyer, edhe kinge për të parë. Një sytë shumë i bukur. Më jep një përshtypje se të duk sopra në fund. Mua më duk fantastike, mrekullueshme, kishte një alegri, një pjesëmarrje deri në momentet e fundit. U desh ti themi ne njerëzve ikni tani, se erdhi data 15. Unë e kam organizuar vetë me bashortën, kështu që rëndësi ka se si duket njerëzve. Unë shpresoj që ka shku gjithçka mirë, e njerëzit janë të kënaqur, sadopak me kulturën tonë malësore. Pa ma sot unë të përgëzoj super sofer. Jemi kënaqur gjithë. Gëzuar. Faccio tanti auguri a tutti gli albanesi. Per sopra Malësisë. Ju përshëndes gjithëve, faleminderit që morët pjesë. Një vit i mbar për ju, për familjen tuaj dhe të shihemi në qershor të festa e çobanit. Do mbledhemi në Bog, takimi radhës është në Bog. Boga, Gzimolaj do të na mbledh prapë. Faleminderit. Barsi, sukses. Sa qifti bukur, vërtet për të pasur lezet për t'i parë dhe vërtet komplimentet më të mira dhe më të përzemërta për realizimin e kësaj sofre fantastike. Atmosfera shumë e bukur bendoj. Ne nuk do ikim kaq kollaj nga kjo sofrë, duke qenë se është e para e realizuar. Janë emigrantët shqiptar, morën disa emigrantë dhe jo vetëm nga Malësia e Madhe, u bën pjesë e kartolinës edhe të tjerë nga Tropoja, nga Shoshi. Dhe gjitha ata që po na ndjekin thonë, dale të ndjekim njerë, çfarë kanë thënë, kë keni filmuar, se është edhe ky malli. Po, është vërtet shumë e bukur. Nuk arrin disa familje të bashkohen bashkë në këto ditë të shënuar, siç janë Krishtinje që kaluan, por edhe për vitin e ri, megjithatë le të nxjerrim pak mallin përmes këtij emisioni. Edhe që themi që ata që kanë ikur jashtë nuk janë bërë indiferent, nuk janë ftohtë, por kundërzi, i ruajnë traditat dhe dashurinë për vendin e tyre. Ndjekim kartolinën. Nika, jam i fisit mërturit, i le me rritur në Luka. Nuk Nika, jam nga Marcia Gjakobs, më originin nga Nika i mërturi, jetojmë Tiranë. Bravo, ti ke nga Shqipëria për fesën, për sofrën, do me thënë e ke vlerësuar, zotëria? Rustem Brahimi, jam nga Lugajt e Tropojës, banoj në varet Italisë. Dhe unë prita që gjenë do një emigrant tu, po nuk po gjenë, do me thënë zotëria jeti? Emigrant jam, nuk kom shumë një 32 vjetë. Bukur, po si kanë qenë to 32 vite? Mirë, kena kem punue që ne kanë thonë, kem morë që ne kanë thonë. Sa pallate, sa miliona ke bërë? Jo, për zotën atje s'kena bo, gjo. S'ke bë gjë? Po, kom boj, gjo, kom fjetë rahat në shpi. Po kjo është shumë e rëndësishme. Ju ka sjellë kjo sofër për t'u bashkuar, se janë mi që ju bashkojnë? Mirë, ma që na bashkoj, jena shumë kena që marrin pjesë në këtë bashkim të madhë, dhe falenderojmë ata që kanë organizuar këtë mramje. Po, dhe nuk është gjë e vogël, të mbledhë shqiptar në emigrim, ku jeta në emigrim e tërheq disi punë dhe presim verë për të ardhur në Shqipëri. Po ju keni nga Shqipëria këtu? Po. Është kënaqësi besoj. Po tjetër, me festua Krishtinit me ju, me këtë sofër kaq mikpritse. Unë ndodhem në një tavolinë shumë simpatike, mosha të reja të gjitha. Lagu sa e nisëm. Lagu e nisët? Po, si ishtë gjithë drillë e hoqëm. Jo ma i ka gjithë në i shokun e vetë atje, se nuk i hajt mua beti. Pas ka gjithë i shoqë, se për shokë shpish punë. A do ta kishe leju të gjithë e shoqë? Kunat jashtë, buri motër, si pas teje? Okej, pa tjetër. Dhe kishe liu, do të thanë. Po njeriu duhet ke lirin e vetë për të zgjedhur pasaj. Po, pa tjetër. Mirë, jeni origjina? Origjina prej Bilodi, për martu me Malëzor. Mirëditori
Ktu. Ja, Kurbinca. Po Kurbini Mirdita bashkë janë. Era pri Malcis Madhe. A jeni Malco? Cilat janë nuset e Malcis to? Sa kemi? Oh, nga Malcia e Madhe, ë? Po ç'ne Kurbini me Malcinë e Madhe? Ku? Si ndodh kombinimi? Smurrini pa ne, smurrini pa Kurbincat. Ashtu, ë? Sa shumë e lavdëroni vetëm o? Pale sekond. Ai thot smurrin pa Kurbince, po Kurbinci erdhi ke Malcor që kërkoi nusën veç. Vërtet se nuk shkuat ju në Malcinë Madhe, ato i morën dhe i sollën te shtëpia juaj. Si ka qenë emigrimi, se mua më pëlqen që ju gjithë entuziazëm, sepse krijojmë atë përshtypjen emigranti, punë, mezi shprej të vinë në verë e gjëra të tilla. Si ka qenë jeta? Mirë. Sa vite ke në Itali? Kena 26 vite, 26 vite si jemi në Itali, rrim në Vara. Jemi stabilizuar këtë Vara jemi. Daja, Kunati, Motra, Nusja Daja. Ky që është meri se ty është Daj? Kunati. A, Kunati. A ti Daja? Daja e pari. I shkon Dajs. Ky është Daj tamam. Kjo më i riu. Më i riu. Po, Shiko, edhe- e keni parasysh atë legjendën e Rozafës? Ke parasysh? 3 vëllezër ata, ja ato zojat e di, ato të Malcis Madhe e din. Ha, ju të Kurbini që mbani vetëm për të ditur, nuk e di legjendën fare. Shiko Dani. Ashtu dhe. Edhe çfarë ndodhi? Ata 3 vëllezërit i tha mjeshtri, nëse doni që muret të qëndrojnë, mos i tregoni grave tuaja. Po ajo që të sjell bukën atë do mburosni. Tani ju jeni 3. I vogli than, I vogli nuk e mbajti mbajti fjalën. fjalën. Tash nga ju të 3 kush e mban më shumë fjalën? I vogli pra. Ti? Ju i thonë, do me thënë grave ju bindeni, i thonë qita. Po grave ne i thonë gjithmonë po, si dush zemra. Si dush ti zemër, shko pa provojnë aty dhe pëqeshi. A jeti dakord se Daja që ka i but, që ka moderu? Absolutisht bëhet vagime i thanë jo, nejherë. Okej, një urim për të gjithë shqiptarët që po ju ndjekin në këtë momente kudo që ata ndodhen. Zuar, një mbrëmje shumë këndshme. Është kënaqësi kur ne vijojmë dhe marrim intervistat tona për të marrë çka atë aromën që vjen nga Varese në Itali, atje ku janë shqiptarët. Dhe deri tani na kanë qelluar të ndryshëm, kemi menduar se janë të gjithë nga Boga, por jo, nuk janë të gjithë nga Boga. Megjithatë sot kemi ardhur në një tavolinë që janë 100% nga Boga. Sa kohë ke që jeton në Itali? Unë kam 25 vjet. Po si kanë qenë këto 25 vite? Po mirë, falënderit Zotit, po. Kurse çunat kanë ardhur më parë, 3-4 vjet më parë, atëherë kemë ardhur unë me gruaja e vajza. A të mungon Boga? Të mungon Boga? Mungon, po. Me kanë që mungon shumë, o mirë atje kishim me shku atje. Atje, a? Po nuk është gjë për fill. A është e vështirë mosha juaj të përshtatet këtu? Jo. Jo. Kom mësu pak gjumë, pak. Por sa me shku, me ble, me modi që. E kuptoj, shoqëri me shqiptarët e ke, apo ke fillu dhe ndonjë italian e përshëndet? Nuk jam fort për t'ilon tepër, as me ata, por kam, arda, si, ashtu. Po, një baba 80 vjeçar, ku e shikon të ardhmen e fëmijëve të vet? Të ardhmen e fëmijëve të vet? Këtu, po, ku? Këtu, a? Po. Të mos thënë asnjëherë? Jo, nëse bëhet mirë, po, por... Po dikush në Bogë ka bë dhe në një hotele, në një restorante? U lumti kanë bë, shumë mirë kanë bë, por... Edhe me bë tonë hotele, edhe me kanë mundësia, jo që sa mundësia me bë tonë hotele, por me bë tonë hotele... Prej Bogët, normalisht edhe unë, është nësi prania juj, respekte. Faleminderit. A kanë unitet bogjanët këtu, a grumbullon, nuk po them vetëm për një sofë, po përgjithsisht mbani lidhjet mes njëri tjetrit? Ka disa kohë, një vjet e ca që i kemë bërë një grup WhatsApp-it, gjithë secili në shtetet e veta ka krijuar komunitetin e vet, normalisht. Ne në Itali kemë krijuar këtë komunitetin e Bogës, sepse shqyqyr që i ka teknologjia të jem gjithë bashkë, si kemë kënë dikur prind tanë që kanë kënë të gjithë në një fshat. Nëse unë do thoja, kë do përshëndesje të parin në Shqipëri, kë do zgjidhje ti të pari fare? Nonën teme. E ke akoma në Shqipëri? Nonën teme do përshtes po. Nuk ka dëgjuar të vinë në Itali, apo vjen vetëm për periudhë të shkurtër? Vjen javë, vjen. I ke propozuar të ri këtu? I kam propozuar, jena 3 vëllezër këto, por nuk dëgjon, ja. Se nuk dëgjon ajo? Mërzitet, am mësuar të në fshat me shëtit. Po atje me kë jeton? Me vllajën e vogël.
Okej, që ka me njërin. Po. Ti e kupton që ajo nuk shkëputet dot nga vendi ku ka kaluar gjithë pjesë e saj. Edhe nuk mbul. Nuk e nguli. E lëm atje në secil vet, e ndihmojmë. Po, nëse do e përmbledhje shkurt jetën tënde, pra ti në çfarë moshe ka ardhur në Itali? 14-23 muaj. Okej. Dhe merresh me çfarë? 14 vjeçar. Në fillim pak shkollë, edhe vijove direkt në punë. Direkt në punë, ndërtim. Një punë të vështirë që ke bërë si emigrant, ma thua, një shumë e vështirë atë. Në vështirë që kena bërë është me hip në atë gomone të shkrejt me auto. E ke provu ti atë? E kujton, e si në përmendje? E si në njërë, të mërcita ajo gjë, të mërcita ajo. E kuptoj. Te për i vogët për me hip. Po tani që ka ndryshu kushtet, lëvizi njerëz e lirshëm. Është më mirë për gjithë. Edhe për ju, edhe për ne, edhe për nana që munden me arë këto i javë, vinë lirisht, i presin biletën, se shumë herë nuk kena mundësi na me shkua në Shqipëri se nuk nalen puna. Ai 14 vjeçari eci, u përparua, mori një profesion, ndërtoi biznesin e tij dhe ti sot ke një firmë ndërtimi në Itali. Po, monona. Okej, me modestin tënde. Do kthesh një ditë pyetja fundit. Do kthem një ditë, jam 2 menesh, edhe po, edhe jo. Çfarë të ndikon që të thuash jo? Fëmija edhe shkolla këtu është i fije me mirë, spitalet janë më të mira. Ti do jesh si ata italianët që vinë dhe hanë pensionin në Shqipëri. Po s'ke për të ardhur, po, ashtu po. Atë po mendojmë. Okej, unë nuk do të mbaj më gjatë se e di që je në krye të punëve dhe të falenderoj shumë. Shumë faleminderit edhe ju. Zgjodhëm këtë tavolinë se ka numri më të madh të fëmijëve dhe janë fëmijë të vegjël. Pra, ne vërtet organizojmë sofra tradicionale, por po nuk e përsollëm traditën tek moshat më të vogla. S'quhet ajo gjë. Këtu jemi në cilën familje ose kë kemi në këtë? Familja Nik Fusha e në Zgorra. Bravo. Nga jeni? Unë jam prej Shoshit, Dugazhinit. Aja është prej Sumet, edhe prej Dugazhinit. 4 fëmijë që janë ulur këtu në tavolinë? 3 fëmijë të mit, 2 vajzat. Zgjodhe se kishit kënaqësi që ti merrit me vete apo ku ti lëm? Në emigrim. Fëmija jeta, ka me shku pa fëmijë. Sa gjë e mirë. Nuset nga e keni marrë njerë, se për ju e morën vesh. Kjo zonja nga je? Prej planit, Dugazhinit. Kur ke qenë herën e fundit në Gjuraj se unë isha këtë verë? Në Shqipëri shkoj më shpesh, kurse atje shumë e vështirë sepse rruga është jashtëzakonisht e rrezikshme. Dhe ne kemi pasqyruar në emisione shumë e rrezikshme. A keni shku këtë verë? Ke shku në Shosh? Kam shkoj çdo vit, shkoj dal Shosh atje, shoh ëndrat. Edhe pse kam kanë 10 A kam vetë shtëpia atje? Kam vetë shtëpia? Kanë me themelet për momentin. Do ta çojmë, do ta bëjmë shtëpi si duhet, me gjitha kushtet. Ne kemi shku me kamerën tonë deri në moll të Shoshit. Molla Shoshit është veni më i bukur që ekziston në Parajs. Thuaj edhe një herë, disa shumë ka? Molla Shoshit është veni më i bukur që ka bota. Ashtë. Mua më vjen mirë që e keni këtë dashuri edhe pse jeni larg, domethënë. Je larguar i vogël nga andej? Moshën 15 vjeçare. Në moshën 15 vjeçare, je stabilizuar, ke krijuar familje. Ku e shikon të ardhmen tënde? Se di, Shqipëri, inshallah në Shqipëri. Dëshira është, po pret pak kushte që të, sidomos fëmijët. Po nuk është veni për momentin. Inshallah do në zotin Shqipëri. Një urim për shosjanët, jo për shqiptarët, ju do ta kufizoj, do them për shosjanët. I urej gjithë shosjanët, gjithë shqiptarët t'i ruajnë zoti, e t'ja prinë zoti marë ku të t'jenë në të në botën. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ju se keni ardhur. Një darkë bukur dhe për ju, gëzuar festat e juve. Faleminderit. Mirë, ja kjo kartolina. Sa mall kanë për vendin e tyre, sa dëshuri kanë për vendin, për këta tradita, dhe si kanë përcjell vit pas viti, duke mos i humbur, se është vështirë ta ruash traditën kur je në një vend huaj. Duke nisur nga gjuha që është e para, duke vazhduar pastaj edhe me të gjithë traditat e tjera. Pastaj është edhe kjo çudia tjetër që për shembull personazhe të fushës së artit, kur ti je takuar me ta në Shqipëri dhe i takon në Itali. Sikur të shtohet malli, sepse ndjen që ndodhesh në një vend larg vendit ku je mësuar të takosh. Edhe do doja të sillej një kartolinë shumë të bukur të zotit Tomar Vukaj, i cili pak kohë më parë u shpallë dhe qytetar nderi në Bashkinë Malësi e Madhe. Edhe
ai nje si një instrumentist shumë i zoti, njëri që do vendin e vet, që lobon për traditat e vendit vet. Dhe një kartolinë e bukur me sidomos duke nisur atë kartolinë me atë këngën Maja Krahut, si në kohë vjetra në Malësi, aty në varezet e Italisë se këndoi dhe i befasoi të gjithë që ishin prezent. Ndjekim kartolinën. Tani të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin në këtë moment, do thonë janë në Malësi të Madhe. Po si jemi në Malësi të Madhe? Jemi në Vareze. Ta quaj fat këtë apo okay, rrethanat na solën këtu. Atëherë mirë se u pruni Zoti këtu. Në familjen e Gjergj Pjetër Neret. Jam jashtëzakonisht i kënaqur që marr pjesë. Të them realisht nuk ka vit që nuk më fton. Nga se emri jam tash i diet edhe nuk ka sepse të jap ma vlerë se ç'është, por kaq sa ç'është. Këtu na jena në Malësi të Madhe gjithmonë. Na jena në Shqiptari rrallë parë, na jena në çdo vend ku ka shqiptar, për një arsye. Sepse po dën Zoti edhe po e pranojnë edhe këtë instrument që e kena këtu pra që tash i sa po e vendosa atë me durët e mia, lahutën shqiptare. Tash ndo që e quajmë lahuta shqiptare, do që lahuta Malësisit, por kena një krenari në zona Malësisë Madhe, me që kena atë Gjergjfishten, që të pakten ka shkrua një libër. Atë që sa na çdo ditë e studiojmë, edhe aty këna marrë na të të na vlerat e mëdha. Nuk këna pse të krenojnë më shumë se çka zanin kjo vegël popullore që tashmë është në rrugët e UNESCO-s edhe vërtet e ka merituar. Gjithmonë e kam pa këtë ëndër, duke pas parasysh edhe babën e kam pas lahutar. Po, atëherë edhe gjithë shoqërinë tu fillu te artisti i madh Yunus Dela e Pretashnila e me rrallë, pra që nuk po i vën në numër, por është nasi që ju shoh edhe ju këtu si intervistore sepse çfarë ndikimi do të ketë sofra në mënyrën se si do e presin, se si do e marrin atë emocionin të gjithë emigrantët, të cilët dashur pa dashur përfshin në integrim në jetën si Itali. Çfarë efekti do ketë sofra në ato kujtesë të tyre që kur largohen prej këtej, çfarë do mendojnë? Unë jam kënë përfaqësues për emigracionin, pra përfaqësues për çdo nacion, jo vetëm për shqiptar, por edhe për nacione të tjera, në rajonin sicilian. T'ju them realisht, për me ardhur kjo ditë që ka ardhur sot, këta shqiptarë që ishin këtu, janë jashtë zakonisht nderuar sepse Cezarit ja ka dhënë çaj të kënd Cezarit. Pra, me pagat dhjetare në rregull. Kështu që të them realisht është krenaria e shqiptarisë, është krenaria e çdo vendit ku ka shqiptar. Kjo pjesë këtu ku përfshihet tanë që janë në Itali, sepse është një sakrificë shumë e madhe. Që ishte fillimi i dokumentacioneve që kena bërë deri këtu ku kena përfituar, mund të them 2 pasaporta. Mund të falenderoj dhe një urim për të gjithë shqiptarët që të kanë ndjekur, një urim si u uroje për festat e fundvitit. Malësisë Madhe është nerë dhe respekt për mua që jam sonde këtu, të them realisht. Pra gjithmonë në pranin e këtyre njerëzve që janë këtu edhe të familjes Gjergj Pjetër Neret. Unë para një jave të pata edhe artistin e madh, si drejtues artistik, pra Nik Parela, një emër shumë i madh për ne, i cili erdhi aty te shoqata, pranë shoqatës Ura Bashkimi dhe e la një respekt të jashtëzakonshëm me këngët e tij, që ato janë një numër shumë i madh. Edhe ju Zoja Kozeta, ju falenderoj, them realisht që gjetet këtë moment me emociononi mund të thëmë, sepse këtë ditë kanë qenë tëna një emocion për mua, duke pas parasysh lahutën shqiptare, pra këtë vlerë. Me këtë gëzim që e morëm të gjithë nga shpallja e hyrjes saj në UNESCO. Është shqiptare. Jam munduar të respektoj sofrën e Malësisë. Faleminderit.
E di kush ka bërë të falë aty nga Italia? Jo, më thuaj. Ndonjë artiste ja po të jap ca mundësi, është një artiste shumë e njohur. Banon në Tuz. Është shumë elegante, shumë e pasme, do më tha, të lutem në Shkodër, do më justifikosh të Noela, po do më qosh shumë të fala, sepse i ke nisur një ftesë për të qenë pjesë e emisionit. Po, e vërtet. Por ja që fati e bashkoi me mua dhe mora unë në vendin tënd. Sikur ishte destinuar të ishte Viki Lulxhura i pjesë e Tatoki. Me përshëndesim shumë fort dhe falenderoj shumë për të falat. Dhe çfarë tha tjetër? Një urim shumë i bukur për të gjithë shqiptarë kudo që ata ndodhen edhe e sjellim përmes një kartoline të realizuar pak ditë më parë në varrezet e Italisë te Sofra e Malësisë. Viki, një përshtypje nga Sofra e Malësisë që u bë për herë të parë në varrezet e Italisë, por dhe në të gjithë Italinë. Kjo ishte Sofra e parë e Malësisë. Unë jam kënaqur shumë, ishte kënaqësi që isha sonte në mesin e malësorëve këtu në Itali. Kam kaluar shumë bukur dhe faleminderit për respektin që më dhanë sonte. U priti jashtëzakonisht mirë, unë pash edhe rinin që qëndroi afër, kërcyen me këngët e tua. Ku ndihesh më mirë? Gjithë ku ndihem mirë, malësin tonë, Tuzit, në Amerikë, gjithë ku, por në veçanti mas mirit e mas mirit ndihem Shqipëri. A në Shqipëri? Po në Shqipëri. Shqipëri e kam publikun tim që ndihem me zemër. Më vjen mirë, do me thënë që e thua këtë, i ka zbehur pak emigracioni, emigrantët, kur vjen puna për të festuar, apo jo? Ata i ka ruajtur traditat, ti e vërrej që i ka ruajtur. I ruajnë traditat dhe vjen shumë mirë e kënaqem kur ishëm. Sa gjë e bukur. Në Shkodër, si ndihesh në Shkodër? Se ti theksove Shqipërinë, po më thuaj pak shkodranët, ata po të ndjekin tani përmes emisionit Tatoki. Shkodrën e kam shumë veçantë, kënaqem Shkodër sikur shkoj me këndua, sikur shkoj me pushoj, domethënë Shkodër gjithmonë pushoj. I përshëndes gjithë shkodranët e mirë. Dhe një urim për shqiptarët edhe ata për te kufirit atje në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku ti e ndan jetën midis Shqipërisë, Tuzit edhe vendit të kontinentit largët. Një urim, çfarë do t'i urojmë shqiptarë përse ka nevojë ata në 2026? Gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri gjithë shqiptarëve kudo që janë. Së pari u dëshiroj që këtë festë t'i gjenë shëndoshe mirë, pranë familjes së tyre edhe t'i plotësohen gjithë dëshirat që ata i kanë. Ne urojmë më të mirën edhe për ty dhe suksese në rrugën e bukur të artit. Të duan spektatorët dhe shpresojmë që të kemi vazhdimisht në skenë. Shihemi së shpejt në Shkodër, Lezhë, Poplike, Bajze. Dhe të gjitha këto vende agjenda është plotë për plot. Kështu që interesoni në rrjetet sociale apo në shfarët e ndryshme që bëjnë subjektet private dhe ndiqeni Viki Lulxhura i krijon një atmosferë të jashtëzakonshme. Suksese. Ty shumë faleminderit. Je mrekullueshme. Faleminderit. Viki është një vajzë fantastike, përveç se është tepër e bukur, është edhe një këngëtare shumë e zonja. E përshëndesim shumë fort nga Shkodra. Dhe krijon një atmosferë shumë të këndshme dhe te Sofra e Malësisë, dhe me që jemi te një sofër nuk do të largoheshim pa marrë
këngëtarin kryesor të ndryshe, korifeun e mbrëmjes Gëzim Nika, i jashtëzakonshëm në interpretimin e tij, në mënyrën se si krijoi atmosferë në sofrën e Malësisë, por edhe në fjalë dhe në përshëndetje që drejtohet televizionit tonë të Vinyl Channel përmes një kartoline urimi. Jemi këto të vëni në Shkodër, televizori më i mirë nga veriu i Shqipërisë. Nëpërmes këtij televizorit mrekullueshëm dhe moderatorës dhe speaker e televizorit në siguri, po moderatorja sonme si ishte shkëlqyer, ju uroj të gjithë shikuesve të këtij televizori gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri, vit i mbar për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, dhe në veçanti Shkodrën e Malësinë e Madhe. Sa mirë e kënduat edhe Vallën e Jugut. Jashtëzakonisht bukur. Unë befasova se njerëz e lidhin Gëzim Nika veriu këngë veriore. Është më të bukur se këngët e Jugut, s'ka gjë më të bukur. Shumë e vërtetë. Me familjen keni ndo pak rezervim kohe që të rini edhe me familjen se gjithë aktivitete? Mundohem me gjithë kohën, domethënë është gjë më e shajtë për mua është familja, por Uli gjeni në shkurt në Mars? Do në drejtë të gjatë papritë si dalin në pasere, po mundohem që sa muj me kalu kohë me familje. Okej, unë ju përgëzoj, uroj që t'ju kemi në ndonjë festë në parabashkisë Shkodër, ku atje vinë këngëtarë për shumë me emër, edhe nuk e di se do ndiheshit para publikut në Shkodër. Nuk e di akoma që emër sa me më thirë Shkodër. Vërtet? Unë në Vllazin kam qenë tifoz qysh fëmijë me Vllazin. Kjo është një thirrje për Bashkinë Shkodër, të mos i harroj personalitetet të tilla. Të uroj shumë sukses e një vit i mbar. Shumë faleminderit, faleminderit. Sa bukur Gëzim Nika, vërtet ka një zë fantastike dhe urimet e tij janë shumë të përzemërta. Përshëndesim, po, është vërtet. Do doja të uroja të gjithë emigrantët, të gjithë ata që megjithëse data shënon data 26 dhjetor sot, në moment fundit, sikur të bëjnë ndonjë surprizë të afërmve që kanë lënë vetëm, mirë do ishte. Sepse në Shqipëri është shumë e rëndësishme ndrimi i viteve. Tek ne merr rëndësi kjo festë ende, siç ka pasur dikur atë vlerën, prandaj bëni një surprizë, prisni ato bileta. E di që tani keni 5 fishi atyre çmimeve që keni paguar në muajin shtator apo tetor, por ja vlen. Por mendoni për surprizën e madhe, për gëzimin e madh që do të mund të transmetoni tek të dashurit tuaj. Është vërtet e trisht të kalosh një fundvit pa njerëzit e tu afër, edhe është vërtet një mrekulli. Dhurata më e bukur do të ishte kjo, të vinit këtu tek ne. Është vërtet. Se na përmallove tani këtu në fund? Ke njëri jashtë? Kam njëri jashtë. Po mirë, edhe po se vet ata një zarf ta sjellim, zarfi vjen, ata nuk vjen, po zarfi vjen, kështu që Okej, mbani shënim. E kisha fjalën për kartolinë urimi, se ç'a kujtove ti? Ç'a kujtove? Unë koleksionoj kartolinë. Euro ti, kujtove në 100 euro brenda? Ja, unë koleksionoj kartolinat. Ai praj. Ti si quhesh filatelista apo jo? Po, quhesh filatelista dhe me kartolinë quhesh filatelista. Okej, e morëm edhe një titull. Tani unë nuk e di këta teleshikuesit që na ndjekin, se ka ndonjëherë që ka qenë duke pa shfaqjen te bashkia e ka ndez emisionin gjysmë. E kupton? E ka kap momentin e fundit. Tani thos ka kuptuar çfarë është bërë. Si më ajo kartolina pare, dyta dhe e treta, si janë 10 materiale që jepen pothuajse çdo natë. Ritransmetimin e kemi çdo ditë
mbas edicionit lajmeve, një ditë më pas, në orën 3:30, prandaj mos e humbisni dhe shikoni të gjitha kartolina se ne një herë në vit punojmë kështu. Po punojmë fort ama për këtë emision. Një herë në vit. Prandaj, një herë në vit e qëndisim një herë në vit. Nesër prapë, mos harroni 9 deri në datën 31 këtë punë kemi. Ju falenderoj për vëmendjen që tregoni në transmetimet tona dhe shihemi. Natën e mirë.